Kandidati për kryetar komune i Gostivarit, Nevzat Bejta, ka vijuar takimet me qytetarët. Ai ka vizituar lagjen Pitarnica, një nga lagjet më të mëdha të qytetit, e cila ndër vite është zgjeruar ndjeshëm me zona të reja banimi. Bejta, duke ju drejtuar banorëve, theksoi se projektet e realizuara gjatë mandatit të tij vazhdojnë edhe sot të jenë bazë për zhvillimin e kësaj lagjeje. Banorët e Pitarnicës, pavarësisht zhgënjimit të akumuluar ndër vite, u shprehën mirënjohës për projektet që u realizuan gjatë mandatit tim dhe që edhe sot shërbejnë si themel për zhvillimin e lagjes, u shpreh Bejta. Kandidati për kryetar komune vizitoi edhe fshatin Çajl, ku u takua me banorët dhe bashkëbisedoi nga afër për problemet dhe nevojat e tyre. Ndërkaq, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, Valbon Limani, i shoqëruar nga kryetari i Këshillit Komunal, Valdet Xhaferi, kanë takuar forumin e gruas së AKI-s në Gostivar. Në fokus të takimit ishte roli i gruas në shoqëri, angazhimi i saj në proceset vendimarrëse dhe kontributi drejt për drejt në zhvillimin e komunitetit. Limani theksoi se gruaja është shtyllë e shoqërisë dhe faktor kyç për ndryshimin dhe progresin e Gostivarit. Angazhimi dhe energjia e grave janë themeli një shoqërie të shëndosh dhe i një Gostivari më të zhvilluar. Bashkë me përkushtim dhe vizion, po ecim drejt fitores së radhës, u shpreh Limani. Fushata zgjedhore do të vazhdojë edhe të premten.